Dhe për shkaqeve tjera është negligjenca ndaj dhikrit dhe ndaj adhurimit të Allahut në përgjithësi, e për këtë Allahu qartë atin Kur'an na tregon dhe na zbërthen se pse ndodh kjo. Dhe çfarë përjeton robi kur i largohet përmendjes së Allahut. Thot: "Wa man ya'shu 'an dhikri ar-Rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Kushdo që largohet nga përmendja e Allahut. Madje ka përmend nga përmendja e gjithëmëshirshmit. Allah subhanahu wa taala përmes emrit të mëshirës. Thot: "Nuqayyid lahu shaytanan." Ne ja lidhim një shejtan që i bëhet çdo herë shoqërues. Fa huwa lahu qarin. Ka të shkon e shoqëron ky shejtan. Kjo është pasoja kryesore që e përjeton një rob që nuk e përmend Allahun, nuk e adhuron Allahun sa duhet. Pse? Është shkelje flagrante e një prej të drejtave të Allahut, me adhuru Allahun. Është përbuzje dhe keshpërdrim i madh i mirësisë së adhurimit ndaj Allahut. Prandaj ai e meriton me ia lidh një shejtan me vete. Apo dën ti me jetu çështu? Po, që e merra me vete e ke shoqnusin. Çka që ka me ti zbukuru. Kur gjallë janë të bukura, çka ka me ti bë të bukura haramat. Apo dën çështu? Okej, ta lidhim në aty një shejtan dhe ai me ty ka me kon shoqnus. Nuk i ke dash dhikri me qenë shoqnusi yt, adhurimi i Allahut me qenë shoqnusi yt, me laçet e Allahut me të rrethuar dhe me të mbrojtë dhe me të këshillu për mirë dhe me të cyt për mirë, atëherë pritet e djallin. Nëse si me laçe je me shejtan. Shumë e thjeshtë është kjo punë. O me ya'shu 'an dhikri ar-Rahman. Kur ndodh kjo atë kur na i largohemi përmendjes së Allahut. Se Allah nuk e don një gjë të tillë. Allah s'na ka kriju neve për me na ndëshku. S'na ka kriju neve Allahu për me na lidh shejtan. Por kur ne i shkelim të mirat e Allahut, i përbuzim ato, atëherë Allahu ka caktuar që me pas shejtan me vete. Se është përbuzje, shkelje flagrante e mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kush largohet nga përmendja e mëshiruesit, do të ketë përfundim të hidhur, Allahu mos na bëf prej tyre. E kur kjo ndodh, atëherë zemra nuk rri bosh dhe mbushet me dhikr dhe këtë në fund edhe mbrohet nga shejtani. Pra një zemër e cila çdo herë shoqërohet me adhurimin e Allahut, me përkujtimin e tij, ajo kur nuk është bosh. Ajo kur nuk qyr mu mush me diçka që realisht nuk e mbush. Por ajo mbushet me iman, mbushet me përmendje. Ajo pastaj kur nuk qyr me njom gjuhën e vet me fjalë të ulta, me fjalë banale, me fjalë të pista, por e njom gjuhën me fjalë të Allahut, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajo kur nuk ndihet e rrezikuar për djallit mallkum, sepse në vetvete ka qetësi. Në vetvete ka ngrohtësi, sepse është zemër adhuruese ndaj Allahut. Prandaj besimtarët që janë adhurues të shuar, ata çdo herë janë të qetë në shpirt, përkundër sprovave të mëdha që i përjetojnë, për shkak të imanit, për shkak të devotshmërisë që ata e kanë arritë.